Ata që tha Visari në situatat, ne kemë pas situata debatesh në parlament, edhe në komisione, edhe në studio televizive, por aty kanë përfundu. Edhe ka njëherë kus në ka pëlqy gjuha e njëri tjetrit. I gjendër një moment kur nuk e din kush është personi, nuk e din cila është agenda, kur nuk e din cila është prapavia, sepse prapavia s'po du me hin detale u pa, pastaj, ma kujtoj me deklaratën e radio-televizionit të kapur, radio-televizionit të Kosovës të kaput nga agenturat e lëvizjes vendosje. Ka njëherë, përgjigja, edhe unë thamë është e gabume me monedhën e njëjtë. Është tepër e gabume me monedhën e njëjtë, sepse të vendosin një situatë të pa lakmueshme. Edhe e fundit, që dua ta them edhe ndoshta s'ka më fol pak ose hiç për këtë temë, unë mund të them, para pozitës time si deputet, se pozitën ton jetën nuk e kam konsideru privilegj. Kur, por e kam konsideru përgjegjësi dhe shërbim ndaj qytetarëve të mi. Mediat, bashkëpunimin, kolegët, transparencën e kam pas të paren. Pjesën morale, 18 vjet i kam aktivitet politik, funksional, nuk del shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, por edhe ndërkombëtar, që Armend Zemës ja ka qit një kafe me interes. 18 vjet publik, nuk del një gazetar, një medium, që Armend Zema ja ka dhonë 1 cent për me ma sponsorizu një lajm ose për me mbo fushat elektorale. 18 vjet timin politik, as kom pas truproje, edhe kur kom qenë ministër në kohën më të polarizuar të kësaj shoqërisë, as nuk kom pas njerëz që unë mu dok si një njeri i fuqishëm si politikan i këtij vendi. Ndoshta kjo është ajo që ma ka rëndu mu momentumin. Edhe kjo është ndoshta që ma ka rëndu peshën e fyrjes ose të sulmit në të farë situate. Pjesën e gjuhës, ato, është shumë e vërtet që unë kom kërku falje publike se s'është e imja. Përgjigja është e imja. Po, gjuha s'është e imja. Edhe ato e thamë edhe para prindëve të mi, edhe para njerëzve të mi, sepse nuk jam eduku në të frim. 52 vjet martesi kanë prindët e mi, unë asnjëherë nuk e kam dëgjuar të i thonin një tjetrit, po gënjen. 25 vjet gati martesë po i bëj, unë asnjëherë si kom thonë bashkëshortës time, asaj unë nuk kam ka thonë, po gënjen. Kur as fëmijëve të mi, nuk ekziston fjala po rran në familjen time, as në edukatën time. Kur na njohin shumë njerëz, na njohin shumë miq, shumë dashamirë, dhe kjo është ajo ndoshta që e ka rëndu një momentum të keq, cilin e thash nuk kisha dashur me të pa as ty, por as një njeri që merret me jetën publike. E mesazhi ndoshta është ka qenë edhe shumë i qartë. Mesazhi ka qenë shumë i qartë. Kush do të më marr, e merr shumë i qartë. Sepse e thash kom hesht, jo në organet hetimore, është keq interpretu, gazetarja që ka qenë me fëmijë nuk ka qenë bashkëshortja e tij. Do të thonë, janë disa gjëra tjera që po mduhet, edhe ne thash kështu, Shkarazi është gazetar radio televizionit të Kosovës, zonja që shihet me 2 fëmijë, ka emën, mbi emën, dhe fare, do të thonë, nuk është lidhur me atë që është interpretuar, edhe që jam etiketuar në atë situatë.